Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allahun e madhëruar e falenderojmë, paqja, mirësitë, bekimet e Allahut qofshin mbi dërguarin e tij Muhammedin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. Ajo që do ndajmë sonde mendimin e Allahut të lartësuar është një hadith i cili është i dëgjuar prej nesh, mirë po prek një çështje, një sëmundje, e cila me të drejtë dietarët e Islamit kanë thënë kush shpëton prej saj, ka shpëtuar prej të gjitha të keqijave. Dhe kanë klasifikuar këtë sëmundje, që është sëmundja e zemra, e kanë klasifikuar tek burimi kryesor i të gjitha problemeve dhe të gjitha ligësive dhe të gjitha, pse jo edhe gjunave. Kush e mendon se cila mund të jetë? Kush e si e ndërmend? Modimasia, xhelozia, përgojimi, njëra më e dëmshme se tjetra. Është smira, është hasedi. Ne do ndajmë hadithin e mirënjohur ku pejgamberi alayhis salam thotë la hasada illa fi ithnatayn. Nuk meritojnë që të ketë zili veçse në dy raste. I pari është një person që Allahu i lartësuar i ka dhënë pasuri, begati, dhe ai e merr këtë pasuri dhe e mirë menaxhon. Falenderon Allahun, pastaj i njeh detyrat që ka dhe vendos pasurinë e tij dhe shpenzon në mënyrën më të mirë të mundshme. Dhe me anë të kësaj pasurie fiton edhe xhenetin dhe kënaqësinë e Allahut. Ky është personi i parë. Personi i dytë është një person që Allahu i lartësuar i ka dhënë hikmet, i ka dhënë urtësi. Dhe ai me këtë urtësi vepron, beson, adhuron, gjykon dhe sillet në të gjithë jetën e tij. Ky është hadithi. Pra, nuk ka zili, nuk meriton që të ketë zili, veçse në dy raste, thot pejgamberi alayhis salam. Tani për çfarë zilie bëhet fjalë këtu? Zilia është dy lloje. Një që është kategorikisht në të gjitha rrethanat e ndaluar, dhe këtu është hasedi, është smira. Dhe si mund ta përkufizojmë hasedin, smirën? Dëshira, një ndjenjë që qarkullon në venat e njeriu, një dëshirë e zjarrt për të dëmtuar tjetrin. Mirësia që i ka dhënë Allahu i lartësuar ti i këtij personi. Pavarësisht se dëshirojnë që mirësinë e tij ta ketë ai, apo dikush është akoma më i ligë dhe më i ulët, sa që thotë mjafton atij, ai mos ta ketë, edhe nëse unë nuk ma bën risk Zoti i lartësuar. Kjo është smira e ndaluar. Dhe ky është gjunahu i parë që Allahu i lartësuar u kundërshtua në qiell dhe gjunahu i parë që u kundërshtua në tokë. E dim këtë gjë. Çfarë ndodhi kur krijoi Allahu i lartësuar Ademin? Fillimisht ishte formë, pa qenie pa shpirt, që në momentin e parë që e pa Iblisi. Ai Iblisi, një zot e di se sa vite e kishte adhuruar Allahun lartësuar me një adhurim të pashëmbëll. Saqë në mesin e melekëve njihej si fazani i tyre. Ai shpendi që kur e shikon në mesin e gjithë shpendëve, të tërheq vëmendjen, të mahnit. I tillë ishte Iblisi në qiell. Kështu adhuronte Zotin e gjithësisë. Çfarë ndryshoi? Që në momentin që pa Ademin, krijesë e re, projekt i ri, po mirë në rregull, është krijesë e re, është projekt i ri. Atë çfarë do të marrë ti? Ti ke punën tënde, ke riskun tënd, ke korsinë tënde, ke prestigjin tënd, ç'po të prishti? Jo, më prish shumë punë. Dakor? Dhe në këtë moment filloi ligësia dhe filloi ajo smira dhe dihet pastaj se cili ishte apo ku ishte përfundimi. Dakor? Në tokë çfarë ndodhi? Xhelozoi ose pati smirë, vëlla. Dakor. Pse kjo gjë? Sepse i ra në hise, se thuhet që emrat ishin Habilit dhe Kabilit. I ra në hise Habilit, pra vllai të mirë, djalit të mirë të besimtar të Ademit alayhis salam. I ra në hise një vajzë që ishte më e mirë, ose si thua, më e pamshme se sa ajo që i ra në hise Kabilit, po themi, dakor? Nuk mund ta pranonte diçka të tillë. Dhe përfundimi i cili ishte shkatërim. Si në rastin e parë për Iblisin, në rastin e dytë
Zot na ruaj. Sikur ka dash të na thotë Allahu i lartësuar, që kush ndjek, me fjalë kush e lë veten të lirë, i dorëzohet kësaj cilësie ose kësaj sëmundjeje, është i destinuar të ketë përfundimin e këtyre të dyve, pavarësisht në këtë dimension apo jo, në këto përmasa apo jo. Paralajmërim jashtëzakonisht i madh. Prandaj nuk mund të bashkohet në zemrën e besimtarit, ka thënë pejgamberi alayhis salam, dy gjëra. Hasedi me imanin. Nuk mundet. Sepse imani është një kontratë e thellë, e sinqertë, me vetdije të plot, me Zotin e gjithësisë, ku ti pajtohesh me kaderin e Zotit, pajtohesh me riskun, pajtohesh me ndarjen e Allahut. Është një paket, është një kontratë që në përbërje të saj ka dashamirësinë, ka vëllazërinë, ka dëshirën e mirë, të duash për tjetrin atë që ti dëshiron për veten tënde dhe kështu me radhë. Pra nuk mund, çfarë është smira, çfarë është hasedi, e kundërta. Imani të orienton për tjetër gjë. Hasedi çfarë i del përballë në çështjet parësore. Prandaj për gjërave më të urryera dhe për gjërave më të ulta, dhe më të dëmshme, qoftë për individin, qoftë për familjen, farefisin dhe bashkësinë, është pikërisht kur ulet këmbgryq aty hasedi. Dhe ne po të marrim dhe të hulumtojmë, të hetojmë sot, do të shohim që shkaku kryesor ose një ndër shkaqeve kryesore të problemeve në bashkësi sot është se diku një segment ka pasur hased ose vazhdon të ketë hased. Tani çfarë thot pejgamberi alayhis salam? La hasada illa fitnatayn. Nuk i takon një besimtari që të lodhi veten, të lodhi shpirtin, të ngarkojë zemrën dhe të ketë zili dikë, vetë se dy persona, vetë në dy raste. Po pjesa tjetër, fare mos i jep vëmendje. Dhe këtu kemi dhe një dobi shumë të rëndësishme. Kush ma nxjerr? Sa pa vlerë është dunjaja. Pra imagjino, dunjaja është e mbushur me mirësi, është e mbushur me lezete, është e mbushur me madhështi, vetëm dy persona meritojnë që ti kesh zili. Vetëm dy persona, vetëm dy raste, po pjesa tjetër, asa krau mu shkoj një stuvle. Mos e lodh veten, mos e lodh shpirtin tonë. Dakor? Tani, këtu nuk meritojnë që të kenë zili vetë dy persona ose vetë dy raste. Çfarë zilie? Ajo e para? E ndaluara? Jo, bëhet fjalë për ghibta, bëhet fjalë për zilinë e mirë. Që ti shikon një person që Allahu lartësuar i ka dhënë hikmet, i ka dhënë urtësi, ndryqon me dijen që i ka dhënë Zoti, shkëlqen, ai ka furkan prej Allahut, ka dritë, ka nur prej Zotit, nuk lajthit ndonjëherë, nuk tregon mendjelësi ndonjëherë, nuk gabon, nuk rrshket. Fare ku e gjen ky njeri këtë qetësi, këtë maturi? Ka njerëz të tillë, lutem Allahu lartësuar ta bëj prej tyre. Raport me Zotin shkëlqen, raport me njerëzit shkëlqen. Mbajnë peshën e kujt, edhe kur janë viktim, edhe kur sulmuaren, edhe kur bëhet padrejsi, edhe kur pra njerëz të cilët janë ka të tillë, ka të rrallë dakord për që ka Allahu lartësuar na bëf prej tyre. Pra këtu bëhet fjalë përse, nuk bëhet fjalë për smirën, po bëhet fjalë për zilinë e mirë, që është ti të dëshirosh atë që ka vëllai tënd apo atë që ka dikush prej mirësive, por pa ju larguar atij. Pa u shoqëruar me dëshirën e zjarrit që ti largohet atij. Nëse ke dëshirën dhe kënaqesh që ai të shkatërrohet apo ai që të dështoj, të falimentoj apo të largohet atij, atëherë këtu çfarë ka probleme imani. Këtu nuk bëhet më zilia e lavdëruar që e ka bërë, që e ka përgëzuar pejgamberi alayhis salam. Unë them me bindje vëllezër. Kjo temë jo thjesht duhet përmendur një herë në kaq. Por kjo është një temë e cila ne na lipset që ta trajtojmë dhe ta diskutojmë dhe të punojmë fort me veten tonë, sepse zemrat çfarë janë? Rrotullohen, ndryshojnë, edhe kur mendojmë se i kemi pastruar plotësisht, edhe kur mendojmë se i kemi ndriçuar me iman plotësisht, përsëri nuk ke garanci se në një moment apo momenti tjetër do të rrotullohet apo do të përmbyset, pse në një zili të caktuar apo në një smir të caktuar, Zot na ruaj. Aq më tepër, unë kam thënë dhe herë tjetër, sidomos në këtë aktualitet, që sprova në momentet caktuara bëhet shumë e madhe. Po flasim qoftë në raportin familjar, qoftë në raportin edhe xhamat që jemi ne për shkak.
Shkojmë dikush për vëzëve avancon shumë. Mashallah, martuar brenda një viti. Do shta edhe me fëmijë, me shtëpi, me familje, me pasuri, një biznes, dy, ku diun, dakor? Tërkoj që dikush tjetër është i sprovuar, ata falen bashkë, pinë kafen bashkë, qajnë hallet bashkë. Nëse nuk është i kujdesshëm ky i pari, do shta tregon edhe në emër të asaj që kam shumë punë, gjatë ditës lodhem shumë, për pa dashje tregon edhe jo vetëm se sa lodhet, po edhe se sa fiton. Dakor të? Atëherë si do ta menaxhoj zemra e këtij të dytit? Vllai i dytit si do ta menaxhoj? Çfarë do thotë? Si do ta menaxhoj zemra e tij? Prandaj është jashtëzakonisht e rëndësishme. Si duhet bëhemi ne, siç na ka thënë pejgamberi alayhis salam. Atëherë, nëse ne duhet të orientojmë dëshirën tonë, zilinë tonë vetëm pikërisht te këto të dyja. Vetëm dy kategori njerëzish e meritojnë që të kenë zili. Ata vëllezër të cilët kanë maturi, kanë urtësi, kanë dije, kanë adhurim, na kanë kaluar në rrugëtimin tonë drejt Zotit të lartësuar. Ata vëllezër do t'i gjejmë në gratë më të larta në xhenet. Do dalim një ditë përpara Allahut të lartësuar, dhe kjo nuk është çështje garë për inat. Po dalim një ditë ku nuk do të ketë diçka të fshehtë, do jetë çdo gjë publike. Allahu na nxjerr që të gjithëve faqe bardhë. Dhe kjo është ajo gara e lejuar që i dërguari Zot lartësuar na ka nxitur ku thot wasari'u sabiqu wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Këtë njeri po e kemi identifikuar në xhamatin tonë. E ke identifikuar në umet, e ke identifikuar në librat e historisë. Ai i cili ka shkëlqyer në hikmet, në urtësi. Dhe çfarë është urtësia? Prej fryteve kryesore të dijes. Dija, informacioni, pa urtësi është e mangët. Dakor të? Urtësia është vendosja në vendin e dur të kësaj dije që të ka furnizuar Allahu i lartësuar. Këta njerëz identifikojnë në xhamatat tona, në xhamitë tona, në bashkësitë tona dhe në librat e historisë. Dhe çfarë? Dhe kemi zili. Dakor? Dhe lutim Allahun lartësuar që ata të shpërblej për faktin se u bën model për ne, na tërheqin zvarr dhe na tregojnë ne paaftësitë tona. Dakor të? Na tërheqin zvarr, ne, dhe na tregojnë paaftësitë tona, sepse ja ku është, shko se ku ka arritur filani. Me adhurimin e tij, me dijen e tij, me kushtimin, me kontributin, me sadakan, me shumë radh, atëherë edhe ti mundesh, edhe unë mundem. Ky është njeriu për të cilin vërtet duhet të kemi zili. Çfarë zilie? Model, shembull, dhe i themi Allahut të lartësuar siç është hadithi tjetër, o Allah, ma mundso dhe mua të jem në gradën e tij, apo më i mirë. Ma mundso dhe mua, o Zot. Dakor? Mi po nga ana tjetër, këtë njeri nuk e përgojojmë. Sepse këta njerëz të cilët janë të suksesshëm në bashkësinë tonë, nuk është çudi që bëhen objekt përgojimi te pjesa tjetër, sepse kanë zemra të sëmura. Dakor? Janë të vegjël në tru, në dije, në zemër, në vllazëri, në raport me kaderin e Zotit. Dhe çfarë? Këta njerëz që duhet ishin model, pa këta njerëz janë shembullot dije, në adhurim, në kontribut, në sadaka, në pasuri, në projekte të suksesshme të kësaj dunjaje. Në vend që të jenë modele dhe ne të na marrin zvarr, si thua me suksesin e tyre dhe ne t'i ndjekim, dhe mbi të gjitha të lutemi për ta, të lutemi. Dakor, dhe elhamdullah që i kemi. Çfarë bën? Nga zemrat e ngurta, dhe të ngushta, dhe të sëmura, dikush i bën objekt përgojimi, objekt diskutimi, mos nuk i diti disa gjëra, ti dishti që të gjitha. Apo në një formë apo në formën tjetër. Kjo është kategorikisht ndaluar dhe jashtëzakonisht e ulët. Një person që Allahu i Rasuli ka dhënë urtësi, dije dhe punon me të, kujdes. Mëson një hadith dhe punon me të, mëson një ajet dhe punon me të, mëson një rregull fetar, fiqhu apo të tillë dhe punon me të. Po nëse nuk punon, merret arkivohet aty. Thjesht do japësh llogari që e ke arkivuar dhe nuk e punuar me të. Dhe punon me të, dhe ndriçohet me të, dhe stolis veten e tij dhe shkëlqen me të. Që lutim Zotin e gjithësisë të na bëjë prej tyre. Dhe e dyta cila është? Një person që Allahu i lartësuar i ka dhënë pasuri. Mirë, i ka dhënë Allahu pasuri. Kujdes, Allahu i ka dhënë. Pa ti s'mund të kesh mirë atë që Allahu e ka përzgjedhur dhe i ka dhënë. Ai s'ka kontribut fare. Ai thjesht ka bërë detyrat e shtëpisë. Ai këtë pasuri që ka nuk e ka se është më i Zoti, se është më i zgjuar,
se është edhe pse këto element ndikojnë, jo, por është për zgjedhje nga Allahu. Atëherë ti nuk mund të kesh inat kaderin e Zotit apo zgjedhjen e Allahut të lartësuar. Prandaj kujdes, Allahu i ka dhënë pasuri. Çfarë bën ky njeri me këtë pasuri? Falenderon Zotin dhe përdor këtë pasuri. Pra është i bindur që Allahu ja ka dhënë dhe është thjesht administrator i mirësisë, Zoti i gjithësisë, do të merret në llogari për Allahut të lartësuar dhe ky njeri nuk e ndjen veten e tij të privilegjuar, më tepër se sa e ndjen me përgjegjësi shumë të madhe, sepse çfarë thot? Llogaria ime do të jetë më e madhe. Llogarinë do ta kem më të madhe. Ke biznese që janë kioska të vogla të cilat s'kan fare taksa apo ku diun s'kan tatime, ai s'do t'ja di fare pas për tatimora, ama ke të tjerë biznese të mëdha të cilët rinë kështu, dridhen, presin nga moment në moment kur të vinë t'japin llogari. Ai fitime do t'i ketë më të shumta, domosdoshmërisht. Por njëkohësisht edhe sikletin e ka më të madh dhe përgjegjësinë e ka, njëkohësisht e ka më të madhe. Dhe çfarë bën ky njeri? Shpenzon këtë pasuri siç Allahu e ka mësuar. Dhe këtu është sekreti. Siç Allahu e ka mësuar. Atëherë merr detyrat e shtëpisë dhe shiko si të ka mësuar Zoti i gjithësisë të veprosh në pasurinë tënde. Këtë njeri me të vërtet që ja vlen që të ketë zili. Pjesa tjetër, jo vlla, se është dunja dhe pa kategorikisht nuk lejohet. Dhe përfundoj me shembullin madhështor që ju e dini, po është hadithi mrekullueshëm, se si garonin sahabët mes veti dhe se si e konceptonin pak a shumë këtë temë sahabët. Cili është hadithi? Shkuan të varfrit, një grup prej të varfërve tek pejgamberi alayhis salam dhe ju ankuan. Si ju ankuan? Përse ju ankuan pejgamberi sa? Në kaluan të pasurit me sadaka. Pra, ata shikonin vëllezërit e tyre që po pasuronin dita ditës. Pasuroheshin dita ditës më saktë. Uthmani, Abdurrahman ibn Aufi, sa pasurohesh. Tani kur dërgonte karvanin Uthmani për tregti, imagjino, tregtar për tregtarëve të mëdhenj. Kur dërgonte karvanin për tregti Abdurrahman ibn Aufi, ata kishin pushtuar tregun e shumicës së Medinës. Imagjino pa, faleshin bashkë me vëllezërit e tjerë, si të thamë zemrat, imagjinoni pak, shkuar dhe ju ankuan pejgamberit alayhis salam. Çfarë i thanë? Mos valli thanë pse Allahu u jep tyre dhe nuk na jep ne. Ose mos shkuan te pejgamberi sa për t'i bërë gjyqin dhe t'i thoshin o dërguari i Allahut, çfarë bëjnë ta me pasurinë e tyre? Pse na lënë që të jemi të varfër? Dakor? Dhe prej sahabëve kishte edhe që ishin ehlu sufe, që ishin edhe në cep të xhamisë aty dhe me të vërtetë ishin në një varfëri të thellë. Jo, kishin hall se këta duke marrë mësim nga i dërguari i Zotit lartësuar se adhurimet janë kategori, ka adhurime të cilat janë fizike, mi po ka dhe adhurime të cilat janë me pasuri. Dakor? Atëherë për sa i përket adhurimeve të cilat kryen fizikisht, ne i garrojmë ta. Nuk i lëmë na të na kalojnë. Në namaz natë, në namaz nafile, në dhikr, edhe në kështu në lexim Kurani, këtu është, në agjërim, atëherë këtu i garrojmë. Po mi si do ja bëjmë dërguari i Allahut lartësuar? Ta na kalojnë në adhurimet të cilat kanë në thelb dhe në sens pasurinë. Zakati, sadakaja, haxhi, umreja, për kujdesi për nevojtarët, për jetimët dhe kështu me radhë. Kjo është ankesa e tyre. Pra, këta janë të destinuar të jenë në gradë të larta. Ndërkohë që ne nuk garojmë dot me këta. Çfarë tha pejgamberi sa? Çfarë? I orientoi që këta të shtonin akoma më shumë cilat adhurime, aty ku e kishin të mundshme, adhurime fizike, me gjuhë dhe me gjymtyr. Dhe pikërisht dhe konkretisht tek një prej këtyre adhurimeve. Për që ndrohuni fort tek ai adhurim që ne e neglizhojmë. Përveç disave që janë Allahu i shpërbleft, janë shembull. Ku i orientoi pejgamberi sa? Thotë, a doni të tregoj për diçka që nëse e veproni, do t'i arrini ata që ju kanë kaluar, madje do t'i parakaloni ata, dhe të tjerë do t'i lini shumë pas. S'ka shansi të kapin. Çfarë i dërguari Allah? Ta thjesht do thoni pas çdo namazi 33 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah, 33 herë Allahu Ekber. Ndërkohë që
ata i thonin, dakord? Në farë mënyrë, kur pejgamberi sa çfarë u tha? Përqëndroni fort në këtë dhikr. Se Allahu di më së miri tani ua mësoi, ishte momenti që ua mësoi dhe deri në këtë moment nuk i kishte thënë, apo pejgamberi alsam u përforcoi një detaj, një dhikr, apo vlerën e një dhikri që ua kishte mësuar, mirë po, ua përkujtoi dhe ua përforcoi edhe një herë. Pak rëndësi ka, unë nuk e kam të qartë tani për momentin. Atë çfarë bën? U mrekulluan, se thanë do tani na dha i dërguari Allahu të lartësuar një adhurim që ne nëse plotsojmë, do arrim dhe ata që na kanë kaluar, do lëm pas dhe të tjerët. Do përqendruan fort në këtë gjë. Mirë po përhap lajmi që këta kishin shkuar te pejgamberi sa dhe dërguari Allahu të lartësuar i kishte udhëzuar te ky adhurim, dhe filluan dhe pjesa tjetër e xhamatit dhe sahabëve do përqendruan fort te ky dhikr. Dhikri pas namazit. Shkuan përsëri dhe ju ankuan pejgamberit alajhi dhe thanë o dërguari Allahut, vëllezërit tan, të pasur, dëgjuan dhe vepruan dhe ata. Çfarë tha pejgamberi sa pastaj? Dhalike fadlullahi yu'tihi man yasha. Atë kjo është mirësia e Allahut, ja jep atij që do. Kjo është mirësia e Allahut, nëse përzgjedh Allahu i lartësuar dhe jep një element shtesë dikujt, me anë të cilit jep dhe dijen, jep dhe urtësinë, jep dhe imanin, ai e përdor mirë, ata ti s'mund të kesh inat atë. Kjo është mirësia e Allahut, ja jep atij që do, mbyllet ky kapitull. Vazhdo konkuro, bën garë, shpenzoj energjitë e tua atje ku të ka dhënë hapësirën dhe korsinë Allahu i lartësuar dhe mos u merr me vëllezërit e tu, të cilët Zoti i gjithësisë u ka dhënë një element shtesë. Kjo është mirësia e Allahut, ai ja jep atij që do. Dhe kështu e edukuan shokët e pejgamberit alajhi. Kështu e edukuai brez që nuk u dëgjuai një herë të diskutonte i varfrin me të pasurin apo i pasurin me të varfrin në aspekt negativ. Apo në formë jo të ishme, jo të asnjëherë nuk diskutohet ose nuk nifet në histori se kanë patur smir sahabët njëri tjetrin. Përkundrazi, Allahu i lartësuar i ka lavdëruar deri aty sa ka thënë dhe u japin përparësi vëllezërve të tyre, edhe pse për veten e tyre janë nevojtar. Dhe kjo është lavdërim për ensarët. Madje slogani i tyre ishte ajo ta posedoj vëllai tim është më e dashur për mua se sa ta kisha vetë. Kështu edukonin dhe kështu detyronin veten e tyre. Nuk meriton të ketë zili vese dy persona, apo vese në dy raste. Personi që Allahu i ka dhënë dije, i ka dhënë urtësi, ai punon, jeton, gjykon, adhuron Zotin, ecën në rrugëtimin e tij drejt Allahut të lartësuar me këtë dije, me këtë urtësi, çdo gjë në vendin e dur, kur duhet flasi flet, kur duhet hesht, kur duhet çoj zërin, kur duhet ta ul, kur me dritë prej Allahut të lartësuar, dhe një person tjetër që Zoti i ka dhënë pasuri, dhe ai këtë pasuri e menaxhon në mënyrën më të mirë të mundshme. Po pjesa tjetër, kujdes, me këtë fjali e përfundoj, kujdes ndonjëherë ne bijmë në batak shumë të ulët. Si pa dashje, por jo pa u ndikuar zemra, diskutojmë pasuri që u ka dhënë Allahu pa besimtarëve, qafirave, mënyrën e jetesës së tyre, luksin dhe këtu nuk kalojmë kështu pa u lagur pak ose pa u ndikuar zemra. Dakor? Prandaj në këtë aspekt pjesa tjetër nuk ka absolutisht asnjë një merit për të patur zili apo për të patur xhelozi. Eftojmë kaq, dhe lutim Allahu i lartësuar që Allah të na mbulojë me mirësitë e tij. Allahu i lartësuar të na japë pasuri të zemrës, pasuri të dunjas, por mbi të gjitha të na japë dije dhe urtësinë që të menaxhojmë mirësitë e Allahut të lartësuar në mënyrë të duhur. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.